Alaudini Qan live. Nuk dua t'i kthehem duar, thatë vëllait. Fjala që e shkatroi moderatorin. Mbrëmja e spektaklit në Big Brother VIP Kosova 4 shënoi një kulm emocional, fal një surprize të papritur për banoren Shkurta. Pasi fillimisht u mendua se ishte eliminuar, Shkurtës ju zbulua në studio se ajo do të zhvendosej në shtëpia kapsul sekrete. E pushtuar nga emocionet e papritura, Shkurta shpërtheu në lot dhe shpjegoi arsyeën e dridhjeve të saj. Arsyeja vetme është se nuk dua t'i kthehem duar, thatë vëllait. Kjo deklaratë e sinqert preku thellë moderatorin Alaudin Hamiti. Në një moment krejtësisht spontan, ai nuk i mbajti dot lotët, duke i dridhur zëri, dhe u shpreh se Shkurta emocionoi pa mas. Ky akt i pastër dhe njerëzor i moderatorit ka bërë xhiron e rrjetit, duke dëshmuar një anë shumë të ndjeshme të tij përballë historisë së banores.